Kështu drejtoju Allahu Zotit tënd dhe thoj o Allah, më jep jetë të të kthehem, më jep jetë të bëj ibadet, më jep jetë të jap në rrugën tënde, më jep jetë të dua Muhamedit sa, më jep jetë të edukoj fëmijët e mi, më jep jetë të të kthej barxhin. Lutju ç'të duash. Po lutju për prindët. Ai duam se si duam prindët. Allahu na ka mësuar, na ka bërë barsh të lutemi për prindët dhe ka thënë warhamhuma kama rabbayani saghira. Dhe më shiroj prindërit e mi ashtu si më rritën ata kur isha i vogël. E ke pa me sa dhimbshuri të largojnë prindët fëmijët e rreth. Njofja atyre është shumë e rëndë për prindin. Kush ju ka sjellë juve këtu? Fëmijët. Me vetë babën thot vetë ishte vetëm për mua ndreshje dhe t'ja kisha bua. Në një mas të madhe them është e vërtet kjo. Nuk është absolute kjo deklarat, mirë për në mas të madhe është shumë e vërtet kjo. Prindët flijojnë gjithçka, prandaj Allah për fëmijët, prandaj dhe Allah o tërhek vërejqin dhe thot për fëmijët. Al-amwalu wal-banuna zinatul hayatit dunya. Din se pasuria dhe fëmijët janë bukuria e kësaj jete. Dhe na thot ya ayyuhallazina amanu inma amwalukum wa auladukum fitna. O besimtar, fëmijët tuaj dhe pasuritë tuaj janë fitnë, janë sprovë, se di se sa të dhan fëmijën. Fëmijën e qetërkujt shumë shpejt mund ta flijosh në rrugën e Allahut. Me njëri thot dhe martjo. Amra ti tandit. Ma njerë të rrugësh rrugën e vështrësive. E sakrificë në rrugën e Allahut. E ke material në të vështirë. Andaj vëllezër të ndershëm, lutu për fëmijën, lutu për atë prind që të rriti, lutu për atë prind që flijoj çdo gjë vetëm të mëkëmbësh. Ma përpara i qiqin pak ma herë në rrugë. I bëshin të atë në gjerë ose si ka qenë nuk e di, unë i kanë shuar në gurbet. E prindit dhe kastane kanë pak më të vështirë. Qëse ke qeftë shonë fakultet, qëse ke qeftë shonë magistratur, a e rejnë fukara, mena pa babalarët tonë me setre, rejnë shtremët se investim fëmijët të vetë. Edhe ti të bëhesh dikur të harosh babën, të bëhesh dikur të harosh nënën, që sa herë i ke dalë pidere, ja ke mbushurësit me lëtë. Sa herë. Edhe kanë nxjerrë për dimshurisë popullon dhe fëmijëve. Kanë nxjerrë turli bidatësh për të ruajtur fëmijën. Ju e dini më përpara të nënat gjishet tona plaka. Ku shkonet ju në gurbet ju gjeni pak më të vjetër, e u kanë nxjerrë diçka me ujë, çiti se di unë se çka ndash të thonë me atë. Kanë ndash shprehin diçka që lanë në duar djathtë. E gjithë herë kanë thënë hëzërit përket me na, ku e ka ditë të mamë se që është hëzër e si të përket hëzër. Ka dash të të lanë të një mrapa. Kjo është nana, kjo është nana, kjo është nana. E te sot, si ma në të harësh? Prandaj lutu këtë natë të katrin pasu lutu për vetëm. O Zot, më shironi prindërit, bëja u drit varin ashtu si shledzuam të. Bëne Kur'anin, fil kabri munisa do të thotë shok në varë. Ati ku s'ke shok. Lutju Allah që këtë që kemi bërë këtë hatme, t'ja bëj nanës tanë, se kjo është për të gjithë, nuk është të prafës me azin e për mua ose për ata që kanë dëgjuar këtu leximin e hatmes. Për të gjithë xhamatin e kësaj xhamie. Ajo është shok në varë dhe lutju Allahut, o Allah, bëre këtë hatme shok në varë në babës tim, nënës tim, e gjithë umatit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.